Mirëmëngjes Shqipëri. Duket se dita e sotme është dita më perfekte, mund ta themi, të muajit, me ndikime, favorizime, mundësi të arta që vijnë. Nëse i vëmë veshin planeteve dhe tranziteve që ndikohen, atëherë jemi shumë të sigurt për hapin që marrim. Një ditë shumë pozitive në lidhje me ndryshime, në lidhje me ndikime shumë të mëdha që ka të bëjnë, sepse hëna në Virgjëresh jep një mundësi të artë në takime, bisedime. Ka pra dhe harta pas me jep, por të dy dhafe para se të shikojmë busullën, ka një ndikim shumë të mirë, duke pasur parasysh ndikimet që kanë shenjat sot, kemi të bëjmë me binjakët, Virgjëresha, Shigjetari dhe Peshqit. Nëse keni takime, bisedime, kontrata të rëndësishme, është bërë fjalë ndikime që keni pasur probleme në fund vitit për një kontrat e pa realizuar. Disa çështje që nuk kanë pasur sukses për arsye të tretëve. Për juve që jeni me grada, keni probleme ose gjëra të kësaj natyre, do shikojnë, do kujtoni, ka diçka shumë madhe sepse e drejta do triumfoj. Por le të hedhim sy tani busull astrologjike, pse kemi këtë ndikim dhe derisa zgjat kjo çështje madhore, ekonomike, financiare dhe jo vetëm. Ja ku kemi këtu hartën astrologjike, ku shumë ndikime dhe pozicionime të planeteve jep një mundësi. Ja ku kemi ndikimin pra hëna në Virgjëresh, ku e kemi këtu, këndi që bën me dashin, po shikoni tek dashi, ka një ndikim shumë të mirë sepse aty është edhe me sjellori, ku na ndihmon dhe vepron si një ndikim të madh që ka të bëjnë me punën, ka të bëjnë me karrierën, dhe jo vetëm. Ky trekënd që shikoni, që ka të bëjnë shumë në Virgjëresh, tek Shigjetarët, po të shikoni në shenjën tek Shigjetari, që jep një ndikim shumë të madh, Shigjetari dhe në krahun tjetër binjakët janë përballë, është një moment mjaft i mirë. Por edhe në krahun tjetër, pra, kemi Virgjëreshën që është ndikimi i hënës, në krahun tjetër kemi Peshqit. Po të shikoni, pra, këto kënde që bëjnë, pra ne them gjithmonë kur kemi hënën, është baza e ndryshimeve të mëdha që ndodhin her pas here, prandaj është dita më e mirë e këtij muaji. Dhe gjithashtu do shikoni shumë ndryshime, sepse afër shenjave gjithmonë ka një ndikim paradite mbas dite, prandaj unë them gjithmonë, ose tek bricjapët, tek gaforet, edhe shenjat e tjera që japin një mundësi. Por dita e sotme nuk duhet lënë pas dore. Sidomos tek binjakët që kanë pasur mjaft çështje problematike në fushën ekonomike, mjaft çështje që kanë pasur në çështjet ligjore, pasuritë pa luajtshme. E shumë do thoni juve, po mirë më Jorgo, pse sot do zgjidhen gjithë këto gjëra? Jo, por sot bën plane që janë plane afatgjat dhe këto realizohen në kohë. Prandaj bini pas është diçka shumë pozitive. Tani, le të hedhim sy 12 shenjave zodiakale, çfarë ndodh dhe ku duhet bëni kujdes. Shikojmë shenjën e parë, shenja e mundësive dhe e gjërave të tjera që do të kenë, që janë të shenjës së dashit. Por ju të kësaj shenje duket se është një periudhë mjaft e mirë, është një periudhë që vërtet ndikon, rrezaton atë çka do të bëhet, sepse është puna dhe koha e duhur mbi stabilizimin ekonomik financiar dhe disa çështje të tjera që duket se është një kohë mjaft e mirë dhe surprizuese për ju të shenjës së dashit. Megjithatë, edhe pse juve keni pasur disa bisedime, disa çështje që më përpara ishte vështirë të realizoheshin, por dita e sotme paraditja është në anën tuaj më të mirë të mundshme, duke pasur parasysh dhe një takim që do bëhet në orën 10. Nuk mbaron sot, mos u mërzisni, por është pozitiv. Lidhjet afatgjat do thotë është me peshore të diçit të tretë, ku është ndikim shumë i mirë dhe tepër pozitiv në ekonomi. Shkojmë edhe tek shenja e radhës, shkojmë tek shenja toke, ku do thotë shenja e demit. Dhe në dashur, dita e sotme është një ditë mjaft e mirë, kur për juve ka të bëjnë me punën tuaj aktuale, edhe pse jeni mërzitur këto ditë, por tani vjen një gëzim shumë i madh, sepse për juve që jeni në vende kyçe të punës mund keni një rritje rroge, mund keni një ofertë shumë të rëndësishme dhe biles për ata që kanë udhëtime apo bisedime është koha më e mirë e mundshme dhe perfekte në vazhdimsi. Në çështjet që lidhen me një takim rutin, por është shumë e rëndësishme, mirë është këto takim që do të bëni në fushën sentimentale, mirë është ta mbani për veten tuaj derisa ta realizoni dhe pastaj do të kujtoni ka diçka shumë të madhe në mes. Po me kë dhe si mund të ndikohet kjo, nga çfarë shenjas dhe kombinimi i saj. Atëherë mund të themi një dem dhe një shigjetar që është perfekt, por dhe me peshore, pse jo keni pasur disa probleme dhe tani këto zgjidhen nga tani e tutje. Vijojmë tek një shenjë tjetër ku kemi një shenjë shumë të rëndësishme dhe për ditën e sotme që kemi thënë që janë të shenjës së binjakëve.
Binjak të dashur, duket se dita e sotme është një ditë shumë e rëndësishme, si nga ana ekonomike, si nga ana e punës, një rast mjaft pozitiv nuk diskutohet. Mund keni një burim të ardhës të dyta, ose do ta bisedoni, ose për juve që jeni në profesione të ndryshme, e keni mundësinë, për juve që jeni në udhëtime ose keni të bëni lidhje me jashtë për bërë një blerje i pasur e paluajtshme, për biseduar me personin e ligjit, është koha juaj. Për juve që keni të bëni me kontrata të rëndësishme, për juve që keni, domethënë, nga një sukses në tjetrin, nuk e diskutoj në rol drejtues akoma më lart akoma, është një moment shumë i mirë, sepse lëvizjet që do të bëhen në raunde të larta, do kemi shumë gjëra, shumë ndryshime të mëdha, duke filluar nga dita e sotme. Do më kujtojnë, do shikoni sot, do shikoni ju edhe në 27 dhe në 4 shkurti, diçka e tillë, po flasim për ditën e sotme. Është diçka shumë pozitive. Madje rishikojeni për juve që keni pasur probleme në të shkuarën, për juve që keni pasur probleme gjatë ditëve të mbylljes së vitit, shikojeni, trokisni, ka për t'ia vlejtur, dhe janë shumë gjëra që do të ndikojnë në këtë ditë kaq të rëndësishme dhe mundësitë të arta që vijnë. Në çështjet shpirtërore, lidhjet që kanë bëjnë me akrep dhe me dash është idealja. Do vijojmë tek një shenjë tjetër tani, do shkojmë tek një shenjë që rezulton në pozitivitetin e saj, në mundësitë e arta që ata kanë, që do thotë shenja e gaforeve. Për sa përket gaforeve, gaforet kanë anën më të mirë të mundshme, sepse lidhet me punën dhe aktualitetin në ditën e sotme, duke pasur parasysh guvernatori juaj, Hana, që ndodhet në një shenjë toke, që a imagjinoni se sa ndikim ka një shenjë uji tek shenja e tokës që guvernatori juaj, Hana, u jep mundësi, për juve që jeni në një lidhje, bëni një fjalë, shikojeni pak disa fjalë zemre të flisni me të dashur apo të dashurin tuaj, është një kohë shumë e mirë. Për ju keni pasur probleme, do shikoni gabimisht, rastësisht mund të bjerë telefoni. Në raste të tjera, keni mundësinë, nëse keni për të bërë një fejesë ose për të njohur pak më thellë me të dashur apo të dashurin tuaj, të njiheni me njerëzit e afërt, me kushurit, me njerëzit me motrën, vëllain, diçka e tillë që bëhet më serioze gjëja, është një moment mjaft i mirë për ta realizuar gjë të tillë dhe nuk ka shanse në këtë botë në botën tjetër nuk e diun që të prishet ajo lidhje që mund keni që shkon në martesë. Është dita më e mirë e mundshme. Prandaj bini pas, shikojeni sepse do t'ja vlej. Një lidhje keni pasur me probleme, juve para disa kohëve, para 3 muajve duket se tani realizohet. Në anën tjetër, keni qenë mjaft të ndikuar në fushën e punës suaj. Një padrejtësi që është bërë juve të shenjës së gafores, të diçit të dytë, duket se zgjidhet pikërisht sot, sepse del në sipërfaqe gjëra që nuk duhet kishin dalë nga të tretët, por del e vërteta, sepse unë kam thënë, e vërteta rëndërshekuj, kurse gënjeshtra është sekondare dhe momentale. Prandaj nuk keni pse të më shqetësoheni, nuk keni pse, sado që të flasin tjerët pas krave, sado që ata flasin dhe ku diun gjëra të natyrës së ndryshme, mos e vrisni me një fare sepse është koha më e mirë e mundshme tani e tutje dhe për juve që keni të drejtën tuaj dhe keni suksesin në xhep. Kjo do thotë ndikim, kjo do thotë rrezatim. Në fushën e dashurisë, edhe pse disa gjëra që kanë qenë ndryshe nga ç'e mendonit, por me ujor mos u ndani sepse është koha më e mirë e mundshme. Do vijojmë tek një shenjë tjetër tani, do shkojmë tek një shenjë zjarri ku sipas shenjës është edhe koha ditë e sotme, nuk diskutohet, janë luanët. Po, janë zjarr, janë ato që duhet, ato ku duhet. Edhe mundësi që kanë tani janë në rrugtimin e tyre dhe në një kohë që ka qenë një rrugë, një kalimshe, tani ndodhen në një rrugë që ka 8 kalime. Pra është një hapësirë, është një lehtësim, është një mundësi dhe koha e duhur në fushën e karrierës, koha e duhur në blerje që mund të keni, në çështjet madhore që do të keni, juve që jeni në role drejtuese ose ka të bëjnë me ligjin, keni mundësinë dhe në role drejtuese do të keni mundësinë e rritjeve page ose një burim të ardhrash të tjera mund të keni, është një mundësi shumë e mirë e tepër pozitive. Dhe juve meqense ruani standardet, dhe kjo është diçka shumë e madhe për juve, dhe është një mundësi mjaft e mirë dhe tepër pozitive në zhvillime dhe ndryshime, sepse mundësitë janë tani, mos e lini pas dore. Koha ka treguar dhe tregon që jeni me shumë fat në këtë aspekt dhe koha tregon që juve tani e tutje i keni gjitha mundësi. Shenjat e zjarrit sot janë mjaft pozitive dhe sidomos juve të diçit të parë dhe të tretë, se i dyti diçka e mirë ndodh, ka ndodhur dhe është drejt realizimit. Në lidhje me çështjet e dashurisë, këtu juve pak në faj, në fakt, sepse për arsye pune, kohë, ku diun, e kanë lënë pak pas dore, sidomos lidhjen me peshk ose me brisqapt dhe diçit të dytë. Vijojmë tek shenja e radhës, tek shenja e ditës, pikërisht, që folëm në fillim, që do thotë virgjëresha. Për virgjëresha të duket se tani ka ardhur koha dhe momenti, periudha, vendimet që mund të merren,
Por ajo që do të thotë në anën ekonomike financiare, bisedimet, ndryshimet, vendimet, mundësitë të arta që keni. Dhe nga ditë e sotme, me qenë se hëna ndodhet në Virgjeresh, është mirë dhe për dieta, sepse unë të filloj sot gjënëm dietën, për arsye sepse kam ardhur një çik më tepër se ç'duhet. Për ne fillojeni sot një dietë për juve që doni të bëni një dietë, është ideale dhe nuk do ta ndjeni. Është mirë dhe janë gjërat më favorite, sepse kur kemi hënën në Virgjeresh dhe ndikimin është duke u ngrënë, është pozicionimi dhe mundësitë arta që mund kemi në këtë aspekt. Në lidhje me çështjet që kanë të bëjnë me anën e punës dhe të karrierës, marrja e vendimeve të rëndësishme është një moment mjaft i mirë dhe tepër pozitiv në ndryshime të mëdha. Në çështje shpirtërore, lidhjet që kanë të bëjnë me gafore dhe me dashje dhe diçka të tretë është perfektja dhe mundësitë arta që keni. Do shkojmë tek një shenjë tjetër tani, do shkojmë tek një shenjë ajri ku diçka e madhe po ndodh, që do thotë peshorja. Po çfarë po ndodh? Ndodh që keni një punë, mirë po një ofertë është në tavolinë. Dhe në ato ofertë mundet që juve keni të nevojshme, të domosdoshme. Por nga ana tjetër, duket se siguria ju bën juve të shenjës së peshores që mos të, jo se nuk komunikoni, por mos ta pranoni për momentin. Do t'i thoni ndoshta, sepse ose mund të lini një orar tjetër në lidhje me punën që mos të kombinojnë me punën tuaj që të keni mundësinë t'i bëni të dyja, sepse është një mundësi shumë e mirë ekonomike, financiare. Është moment ti i duhur në kohën e duhur. Mbi ndryshimet dhe stabilizimet, sepse statistikat kanë treguar kohët e fundit që ju shenjës së peshoreve e keni mundësinë dhe kohën e ardhshme, sidomos dhe diçi parë dhe diçi tretë. Dhe diçi tretë është shumë i favorizuar në disa takime që ka pasur dhe kanë pasur sukses, duke se tani e tutje kanë filluar qysh dje mbasditë në fakt shenjës së peshores për lëvizjet dhe ndryshimet e mëdha që ata kanë. Është një moment mjaft i mirë tani e tutje ku gjërat do të ndryshojnë dhe do të keni mundësinë e stabilizimit dhe çështjeve të qenë korrekt në punë dhe në planet që keni, në planet afatgjat. Në çështjet që lidhen me anën shpirtërore, lidhjet që kanë të bëjnë me dashjet e diçit të parë, me ujorët e diçit të tretë, ka diçka surprizuese dhe mjaft ndikuese në anën tuaj të punës dhe jo vetëm, sepse në lidhje me punën dhe dashurinë shkojnë bashkë, apo bashkim familjar është momenti më i mirë, mundshëm dhe i artë tani e tutje. Do shkojmë tek një shenjë tjetër tani, do shkojmë tek një shenjë uji ku gjërat janë ndikuese, janë në pozitivitetin më të mirë dhe një moment i artë që ndikon në anën tuaj. Kjo do të thotë shenja e akrepëve. Akretë dashur, duket se kjo periudhë është periudha më e mirë e mundshme mbi takimet, mbi bisedimet dhe çështjet e rëndësishme që ju keni tani e tutje. Është një moment mjaft i mirë sepse stabilizimi, konkretizimi i një lidhjeje mjaft me surpriza që ju keni dhe mundësitë të arta që vijnë nga tani e tutje. Është koha e duhur për të stabilizuar ekonominë tuaj, për të stabilizuar gjërat dhe planet e juaj që keni. Është një moment mjaft i mirë në lidhje me një takim shumë të rëndësishëm me jashtë, ose për ju që keni të bëni me ambasadat, keni të bëni me dokumenta jeni jashtë Shqipërie, ose do të merrni pasaport, ose një kartë identiteti ku diun të kësaj natyre, është momenti më i mirë i mundshëm dhe do merrni një surprizë shumë, jo vetëm kaq, por lajme shumë të mira që keni sot para dite dhe mbas dite. Sidomos ka filluar që në orën 5:20 ndikimi pozitiv që ka të bëjë sepse 5:20 të mëngjesit, që ora tani shënon 7:52. Por në orat 8 e tutje kohët janë mjaft mira. Sidomos me një lidhje që do të keni me gafore, bini pas sepse ka të bëjë shumë me jetën tuaj. Vijojmë tek shenja e radhës, shkojmë tek një shenjë zjarri tani që ka ndikimin dhe favorizimin, që do thotë shenja e shigjetarëve. Për shigjetarët, në fakt shigjetarët duket se dita e sotme është një ditë e lodhshme, është një ditë që kërkon rregull, disiplinë, kërkon mundësitë e arta që nuk kanë ardhur akoma, për sa i përket ekonomisë, për sa i përket dashurisë, për sa i përket blerjeve apo shitjeve. Jeni në kohën më të mirë të mundshme, nëse doni të shikoni, të bisedoni, të keni një zgjidhje me bankat, një problematikë që mund keni pasur me kreditime, një problem që keni pasur me ligjin. Duket se në familjet tuaja, por ju e keni në diasporë ose keni pasur probleme me ligjin, do keni një gëzim shumë të madh. Dhe kjo do të thotë në fëmijë, kjo do të thotë në gjëra të mëdha që mund keni. Dhe kjo, sido që të jetë, është gëzim. Mund të jetë një fejes, mund të jetë një njohje këtë lidhje serioze. Mund keni pasur një problem jashtë me ligjit edhe sot është dita ose çështjet është gjyqi di kësaj natyre, jeni të fituar. Me firmë Vulli Orgopulla do më kujtoni. Ka diçka shumë të madhe sepse ja keni bërë zmetin, të drejtën e drejta triumfon gjithmonë. Dhe është momenti i duhur, koha e duhur për bërë zgjedhjen e duhur. Në çështjet që lidhen me anën shpirtërore, lidhjet që kanë të bëjnë me dëmtë dhe diçit parë, virgjëresht dhe diçit të tretë,
është momenti ideal. Prandaj bini pas, do të ketë njohje dhe martesë, nuk do ketë fejes, sepse një pasardhës është gati duke ardhur. Shkojmë tek shenja e radhës, do shkojmë tek një shenjë toke, tek një shenjë që ka ndikime të mëdha, mundësi të arta që vinë në fushën e karrierës. Kjo do thotë shenja e britsjapëve. Britsjapëve dashur, vërtet jeni pak të ftohtë, por jeni shumë të nxehtë në shpirtin tuaj, në zemrën tuaj. Momenti dhe koha tregon që jeni me shumë fat në këtë aspekt. Është një moment mjaft i mirë dhe tepër pozitiv, sepse pozitiviteti, çështjet e rëndësishme që juve keni, periudha kur ndodhin fenomenet, është një diçka shumë e rëndësishme, me e artë, me punën dhe me karrierën. Në ndikimin tjetër që ka të bëjë në një takim që do të bëni sot mbas dite, është mjaft frytëdhënës, ose për ndërrim shtëpie, ose për blerje, ose për të pasur diçka në anën tuaj, është momenti juaj, ndryshim pune, po, është e mundur. Dhe në çështjet që kanë të bëjnë me anën shpirtërore, lidhjet që kanë të bëjnë me virgjëresh dhe me dash duken të mbara. Vijojmë tek shenja e radhës, shkojmë tek shenja ajri, ku mundësit janë të mëdha. Juve jeni gati jeni të përgatitur? Këtu është çështja. Unë them po, që këta janë ujorët. Por ju ujorët të dashur duket se dita e sotme, nga planet që keni, janë të realizueshme në kohë afatgjatë, jo kohë afatshkurtër. Sepse momente që keni, juve e dini shumë mirë kur bëni plane që t'jenë të realizueshme, kur keni mundësinë dhe kohën e duhur për të bërë zgjidhjen e duhur në çështjet ekonomike financiare, në lidhje me biznesin, lidhje me karrierën, lidhje me familjen, janë gjëra që janë shumë të pozitive, sepse është koha juaj dhe momenti më i mirë që ndonjëherë, sepse në lidhje me anën e punës suaj, edhe pse i keni ndjeni lodhje, por kjo lodhje ka për t'ia vlerësuar në tutje, sepse koha tregon që jeni me shumë fat dhe mundësi të arta që keni në vazhdimsi. Në çështje shpirtërore, lidhjet që kanë të bëjnë me luan të 10 diçit parë, me akrep të 10 diçit të tretë, nuk e diskutoj, nuk e vend dyshim. Por ajo që do duket në një bashkim familjar, nëse jeni në diaspor, ka të bëjnë shumë me binjak të 10 diçit të dytë, ku është një ndikim shumë i mirë, sepse dy shenja ajri kanë mundësinë dhe rëndësitë e veçantë në familje, për familje dhe gjithmonë për sa i përket shtëpisë dhe ekonomisë. Është koha juaj, momenti më i mirë i mundshëm. Vijojmë tek shenja e radhës, do shkojmë tek një shenjë tani ndikuese, vezulluese dhe ndriçuese. Kjo do thotë peshqit. Peshqit dashur kemi pasur mjaft, jo vetëm se ndikimet që keni pasur në të shkuarën, vështërsi nga më të ndryshmet. Koha ka treguar tani 3 muajt e fundit, nëse do flasim tetor, nëntor, dhjetor, tani e tutje fillon një kapitull i ri për juve të shenjës së peshqeve. Peshqit kanë 2 mundësi. Njërën kanë ato ekonomike dhe dokumentacionin. Këto 2 gjëra realizohen në kohë. Momenti për ditën e sotme është në të mirën tuaj, të filloni dhe të shikoni aty ku ka ndaluar çështja, pse nuk po vazhdon. Është momenti dhe koha e duhur për stabilizimin dhe kohën tuaj në fushën e dashurisë, duket se megafore me shqiptar është perfektja dhe jo problematike. Këto ishin pak a shumë përsa përket të pikërisht ditës së sotmet e mërkur, ora 7:57 minuta. Unë uroj një ditë të mbarë në çdo aspekt të jetës suaj. Gjithë mirat.